Shikues të nderuar, Selamu Aleikum. Mirë se takohemi në emisionin Zëri i Arsyes. Të ngresh zërin dhe t'i thuash ndal dukurive negative në momentin e duhur është shumë e rëndësishme, por vonimi i këtij veprimi do të jetë shumë i dëmshëm për një njeri, por edhe për shoqërinë në përgjithësi. Sot është dita ndërkombëtare kundër dhunës ndaj gruas. Dhe pikrisht tek Zëri i Arsyes ne kemi vendosur që të flasim sot për këtë çështje. Me ne në studio është Hoxh Sedat Islami nga Vushtria, me cilin do të trajtojmë këtë temë. Hoxh, Asalamu Aleikum, mirë se erdhët. Wa aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se u gjej dhe faleminderit për ftesën. Hoxh, në fe nuk ka dhunë. Është ky një verset kuranor që përsëritet në ligjërime të shumta të hoxhallarëve, madje edhe tek muslimanët në përgjithësi. Mirpo, jeta e njeriut është mbushur me peripetit të ndryshme dhe zënkat, mosmarrveshjet ndërmjet njerëzve janë të pashmangshme. Atëherë, unë doja të di nga ju se a ka dhunë ndaj atyre që janë të padëgjueshëm, janë rebel, për shembull tek kriminalët që janë në burg, apo nëse themi në shkollë apo në familje, nxënësit të pakujdesshëm, fëmijët të pakujdesshëm. Çfarë mund na thoni ju me këtë rast? Konsideroj se këtu kemi të bëjmë me një term i cili ka nevojë për disa sqarime, për arsye se në përgjithësi fjala dhunë ka një kuptim jo të mirë. Dhe nëse flasim në aspektin e përgjithshëm, ashtu siç thatë edhe ju, në Islam nuk ka dhunë. Madje ajeti i cilin ju e cituat më parë ka të bëjë pikërisht, do të thotë me këtë parim islam, që Allahu xhallahu ala e kupton për njerëzit në përgjithësi. La ikrahe fi din, nuk ka dhunë në fe, që nënkupton se Islami si feja e fundit dedikuar njerëzimit, si feja e vetme e pranuar tek Zoti, me gjithë këtë prap nuk i imponohet njerëzve. Por ajo që është më rëndësi dhe që ka të bëjë ndoshta edhe më drejt për drejt me temën për të cilën edhe po diskutojmë, është një thënie nga profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, në fakt është një hadith kudsi i cili e përshkruan në mënyrë shumë të qartë, shumë të thokë, shumë të bukur këtë parim islam. Nëse kemi parasysh se Allahu xhalla xhelalu është ai i cili ka krijuar krijesat, është ai i cili ka shpallur librin, ka shpallur fen, ka urdhëruar që jeta e tyre të zhvillohet pikërisht në bazë të këtyre parimeve të përshkruar në këtë libër, atëherë do të shohim se ku qëndron puna e Islamit me dhunën. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith kudsi citon Allahun të ketë thënë: "Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum." O ju njerëz, o ju robërit e mi, thot Allahu, unë ja kam ndaluar vetes sime padrejtësinë. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Dhe një gjë të tillë e kam ndaluar edhe në mesin tuaj. Fala tadhalimu. Andaj ju mos i bëni njëri tjetrit padrejtësi. Është ky hadith, është ky argument fakt i cili përshkruan generale konceptin islam përkitazi me dhunën. Pra në islam nuk ka dhunë, për arsye se përderisa Allahu si krijues, ai i cili ka krijuar krijesat, ai i cili ka në dorë jetën, furnizimin, shpirtrat e tyre, ka ndaluar një gjë të tillë, do të thotë ka ndaluar dhunën, atëherë në Islam nuk ka dhunë. Por sa është arritur që të kuptohet ky koncept? Po, me që përmendet këtë ajet cituar nga pejgamberi alayhis salam. Mu për këtë qëllim, siç thash edhe në fillim, konsideroj se koncepti për dhunën ka nevojë që të shtjellohet dhe debatohet pak më gjerë. Për arsye se nëse Islami ndalon dhunën në përgjithësi, atëherë konsideroj se ajo që ju e cituat më parë për drejtat e burgosorëve ose për edukimin e fëmijëve nuk mund të quhet dhunë. Ndoshta në disa raste kjo mund të ngllojë si dhunë apo mund duket si dhunë, por nëse kemi parasysh se ato janë ligje, ato janë norma, ato janë masa, të cilat janë para me ligje, janë të rregulluara, janë të përcaktuara, atëherë konsideroj se kjo nuk mund të quhet dhunë, sidomos kur kemi të bëjmë me edukimin e fëmijëve, që ato metodat e përshkruar nga
nga edukatorët, përshkruara nga ata të cilët merren me edukimin e fëmijëve, natyrisht se janë si them, janë të efektshme, për arsye se me to nuk synohet dëmtimi i fëmijës, ose në rastin e të burgosërve, nuk kemi të bëjmë me dëmtim personal të dikujt, po kemi të bëjmë me zbatim të një ligji, të një norme për ruajtjen e sigurisë, e cila pra që do të ndikonte pozitivisht në një mirësi e përgjithshme. Ndalemi tani të hyjmë detajisht në temë. A e lejon Islami në ndonjë mënyrë dhunën ndaj gruas? Po, sigurisht Islami, siç thamë edhe më parë, e ndalon dhunën në përgjithësi. Dhe ndoshta prej atyre teksteve fetare të cilat janë më të zëshme në këtë drejtim janë pikërisht në raport me gruan. Për arsye se Islami është shpallur në një kohë në cilën ka mbretëruar ignoranca. Bota kur është shpallur Islami ka qenë vërtet në një dekadencë shumë të madhe. Dhe siç na përshkruan Kurani, një prej atyre skenave të tmerrshme, prej atyre inserteve tragjike të historisë njerëzore, ishte edhe varrosja e vajzave, femrave për së gjalli. Do të thotë femra ishte e privuar edhe nga e drejta për jetë, nga e drejta më rëndësishme e një qenie njerëzore. Dhe nga këtu Allahu xhallahu ala përshkruan arabët jo musliman, arabët idhujtar të cilët siç thot Allahu wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kur ndonjëri prej tyre i është dhënë myzhde, i është dhënë si hariqi për lindjen e ndonjë vajze, dhalla wajhuhu muswaddan, është nxirr, do të thotë e ka marr këtë lajm se diçka shumë e keqe, se diçka jashtëzakonisht, do të thotë e rënd për të, dhe është munduar që atë mlefin ta baj në vete. Pastaj ka menduar dy opsione, siç e përshkruan Allahu në vijim. E yumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab. Ata mbaj atë me turp, do të thotë femrën, prezencën e saj, praninë e saj në familje e ka konsideruar si diçka turpshme. Apo ka menduar ajo që edhe është regjistruar se vërtet në histori, që ta varros për së gjalli në dhe. Islami nga këto ka punuar në drejtim që dhunën në raport me femrën ta zhduk. Dhunën në raport me këtë krijesë e cila është krijesë prej Allahut xhallahu ala, për arsye se në Kur'an janë dhënë detaje shumë të rëndësishme. Koncepti i Islam për kitazi me femrën sjell detaje të cilat janë vërtet të rëndësishme. E para prej këtyre është se Allahu xhallahu ala njerëzimin e ka krijuar prej burrit dhe gruas, apo? Do të thotë zanafilla e njerëzimit, siç ka thënë Allahu në Kur'anin famlar në kapitullin An-Nisa, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. O ju njerëz, friksojuni Zotit tuaj i cili ju krijoi prej një pale. E pastaj prej kësaj pale krijoi, do të thotë burrin dhe gruan, dhe prej tyre deri tek shumimi i njerëzve. Çka do të thotë se femra në Islam nuk është një hap mbrapa burrit, por ata janë të barabartë, por jo të njëjtë. Për arsye se secili prej tyre ka natyrën që ne ka krijuar i madhe Allah, dhe varësisht nga kjo natyrë kanë të drejtat, kanë obligimet të cilat i përshtaten kësaj natyre. Por për të mos u larguar nga kjo për të cilën po diskutojmë, Islami urren që femra të trajtohet vrazhd, që femra të trajtohet ashpër, në mënyrë të pandeshme, në mënyrë çnjerëzore. Për arsye se ata burri dhe femra, gruaja, janë të lidhur ndërmjet vete. Do të thotë ata janë cilët krijojnë familje, dhe nga këtu Allahu xhallahu ala këtë lidhje të tyre e ka bërë një prej atyre fakteve, atyre dëshmive, të cilat aludojnë në vetë ekzistimin e Allahut xhallahu ala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, dhe prej fakteve që dëshmojnë ekzistencën e Allahut është se për ju ka krijuar edhe shoqen, ka krijuar gruan. Dhe nga këto, përderisa njeriu burri
është i lidhur me gruan e tij, atëherë ata duhet që jetën e tyre jo ta kalojnë fatkeqësisht si dëgjojmë sot për çka është caktuar edhe kjo datë, do të thotë që të përkujtohet ajo dhuna që i bëhet grave dhe të luftohet ajo. Nga këto Islami në vend të kësaj propozon dhe në fakt urdhëron që jeta bashkëshortore të kalojë me dashuri, të jetë e ndërtuar në baza të mirëkuptimit, mëshirës, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, ndërmjet jush thot Allahu kam krijuar dashuritë ndërsjell edhe mëshirë. Do thotë që një jetë bashkëshortore nuk ka mundësi të zhvillohet pa patur parasysh këto bazamente, dashurinë ndërsjell edhe mëshirën. Dhe tek e fundit Allahu është ai i cili na urdhëron wa ashiruhunna bil ma'ruf, dhe jo kaloni jetë me gratë tuaja, kaloni jetë me të mirë. Po në raste kur ka probleme ndërmjet bashkëshortëve ose nëse mund të themi keq kuptime, si duhet trajtuar këto raste, qoftë nga burri apo nga gruaja? Po, natyrisht gjithë njerëzit duhet ta kenë parasysh një fakt, se nuk ka njeri ideal, nuk ka njeri të pagabime. Dhe nga këto bashkëshortët duhet kuptojnë se nuk ka bashkëshort ideal. Patjetër se jeta e tyre ndonjëherë do të ketë probleme, do të ketë batica, do të ketë ndoshta ndonjë konflikt. Po që gjitha këto duhet të menaxhohen, duhet të rregullohen, duhet të eliminohen këto probleme me metodat, me format të cilat Allahu xhallahu ala na i ka mësuar neve. Ajo që neve na intereson shumë është se Islami përderisa do të thotë e ka këtë parim se do të thotë nuk ka njeri ideal. Islami mëton, synon që tek njerëzit të zbuloj ato vetit e mira. Do thotë që njeriu burri ta shikoj gruan me sy të mirë dhe gruaja ta shikoj burrin me sy të mirë, që njëri tjetrin ta tolerojnë për arsye se ata në fakt kanë një ideal, kanë një qëllim, ky është krijimi i familjes. Do thotë kjo është ajo poenta e jetës së tyre bashkëshortore, e cila nuk ja vlen të rënohet për shkak të disa problemeve do t'i quajë sekondare. Muhamedi alayhi salatu wassalam këshillon sidomos burrat me këtë rast që të kenë kujdes, do të thotë të mos krijojnë të mos krijojnë asobinje të gabuara për gratë e tyre vetëm për shkak se nuk ju pëlqen ndoshta ndonjë tipar, ndonjë veprim, ndonjë cilësi. Thot la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Besimtari nuk urren tërësisht. Edhe ky është parimi sam për çdo gjë. Siç thamë edhe tek dhuna. Do të thot Islami ndalon gjërat në përgjithësi. Ka ndaluar do të thot dhunën, dhe në këtë rast kur jemi tek urrejtja, Islami ka ndaluar urrejtjen atë kuptimin e përgjithshëm për arsye se si do të shohim tash thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse besimtari ndodh që inkariha minha khuluqa, nëse për shembull e urren një moral të saj, nuk i pëlqen diçka prej saj, patjetër se do të pëlqej diçka tjetër prej saj. Do të thotë ne duhet ta kemi parasysh se kur të flasim, kur diskutojmë për problemet, për zënkat që mund ndodhin ndërmjet bashkëshortëve, duhet t'i marrim si diçka që ju ndodh njerëzve, si diçka e cila ka zgjidhje, ka rrugëdarje, por mbetet vetëm që këto të zgjidhen me metoda, të zgjidhen me këshilla, me porositë të cilat janë të përshkruara gjëra dhe gjatë nga. Mund të përmendni këto metoda pak sa? Po, natyrisht. Ne veç aluduam në atë se do të thotë jeta bashkëshortore është primarja, është kryesorja, është si theme ajo godina të cilën ndërtojnë dy bashkëshort. Dhe ky qëllim ose sistemi kjo mirësi e madhe nuk guxon për asnjë çast që të rënohet për shkak të disa problemeve sekondare, problemeve dytësore, problemeve të thjeshta. Islami në radhë të parë synon vetëdijsimin e njerëzve. Do të thotë njerëzit nuk janë që të gjithë të njëjtë, nuk janë që të gjithë të një niveli.
prej tyre ka që janë të butë, ka që janë të vrajtë, ka që janë të ditur, ka që janë ignorant. Dhe nga këto mundohet që secilin prej dy bashkëshortëve, burrin dhe gruan, ta vetëdijsoj karshi partnerit, karshi bashkëshortit apo bashkëshortes, në mënyrë që ndonjë prej veprimeve që mund të vjen prej gruas, për shembull, burri ta trajtoj atë mirë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Më i miri për jush është ai i cili është më i miri për familjen e tij, ndërsa unë jam më i miri në mesin tuaj, për arsye se jam më i miri për familjen time. Do të thotë duhet ta ketë parasysh që ta toleroj në atë mas nëse për shembull problemet janë emocionale apo mund të jenë reagime të rastit për ndonjë gjë, pastaj që shpesh ne i shohim tek pendohen, ndodh për shembull që janë në ndikimin e nervozës, në ndikimin e hidhrimit, marrin vendime shumë të rënda, por nuk shkon gjatë dhe më pastaj pendohen, kërkojnë që të ribashkohen ose gjërat që i dëgjojmë për çdo ditë. Pastaj Islami ka një princip, ka një rregull i cili parashet që gjërat gjithmonë të diskutohen. Do të thotë para çdo vendimi, para çdo gjë e cilën njëri prej bashkëshortëve mund ta ndërmerr, Islami propozon që gjërat të diskutohen shtruar ndërmjet tyre. Si ka ndodhur në kohën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, raste nga se ata kanë qenë njerëz, edhe pse kanë qenë më të dalluar në aspektin shpirtëror, më të ditur se sa ne, megjithatë kanë qenë njerëz. Do të thotë edhe prej tyre janë pritur këto problemet që ndodhin njerëzve të zakonshëm. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam ka tentuar, është orvatur, është përpiqur që këto probleme gjithmonë t'i diskutoj. E më pastaj, pas diskutimeve, të merren edhe vendimet përkatëse. Në një rast, Aisha, Allah qoftë i kënaqur me të, kishte ofenduar njërin prej grave të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe ofendimi nuk është gjë lehtë. Muhamedi alayhi salatu wassalam në vend të ashpërsisë, në vend të dhunës, në këtë rast reflektoi mëshirë, reflektoi maturi, butësi, mirësjellje. Për arsye se diskutoj me Aishën dhe i tregoj se laqad kulti kalima law mazajat bima'i al-bahri lamazajathu. I tha, oj Aisha, vërtet ke thënë një fjalë të rëndë. Ofendimi nuk është gjë e lehtë. Një fjalë e cila po të përzihej me ujin e detit, do ta trazonte atë, do ta prishte atë. Pra, në vend të kësaj është ndalur, në vend se ndërmend ndonjë të tregon dhunë ndaj saj, të shfaq dhunë ndaj saj, është ndalë dhe ka këshilluar. Do thotë se ky veprim është i gabuar, se një gjë e tillë nuk guxon të ndodh tek bashkëshortët. Kemi dëgjuar raste kur thohet që burri si mas ndëshkuese ose edukuese ndaj gruas ndahet, pra në fakt largohet nga ajo për disa ditë ose ndonjë mas tjetër. Si mund ta çojmë? Pikërisht tek kjo dëshira të vi hap pas hapi. Për arsye se këto janë masa ose janë etapa edukative përshkruara në Kur'anin famlar. E para tham se ajo që gjithmonë problemet duhet të hulumtohen dhe të zgjidhen tek palët. Do të thotë ata duhet të jenë të parët të cilët duhet mundojnë që të gjejnë zgjidhje për problemet ndërmjet tyre. Por pastaj nëse do të thotë dialogu, nëse mirëkuptimi nuk gjen vend, atëherë Allah Azza wa Jall i ka përshkruar edhe metodat tjera. Ato që ju keni, Allah siç thotë në Kur'an, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna, për ato gratë që ju keni frikë se do të jenë të padëgjueshme, në radhë parë këshilloni siç përmendëm. Do thotë duhet kemi këshill ndaj tyre. E pastaj nëse edhe këshilla ndodh që gruaja të mos jetë formuar sa duhet, të mos jetë e dëgjueshme sa duhet, ndodh që këshilla, fjalët, porositë
të mos ndikojnë tek ajo, atëherë kalojmë në etapën tjetër, e cila është si themi largimi i burrit nga shtrati me gruan. Dhe kjo bëhet jo për ta nënçmuar gruan, për arsye se burri dhe gruaja kanë një kontratë ndërmjet vete. Martesa është kurora, është kontratë që lidhet ndërmjet tyre, kanë të drejtat e përbashkëta, kanë edhe obligimet reciproke. Kështu që jeta bashkëshortore është obligim i përbashkët ndërmjet tyre. Dhe me këtë rast largimi nga shtrati paraqet se thuash një lloj trysnie, një lloj presioni, ndoshta e bën gruan që ajo të mendoj se veprimet e saj e kanë dëmtuar atë, sjellja e saj jo e mirë ka bërë që ajo ta ndijë këtë vetmi, apo ndoshta largimi nga shtrati mund t'ia përkujtoj asaj dha të keqen më të madhe, shkurorzimin që në rast se nuk je me burr, në rast se nuk e dëgjon burrin, mund të jetosh tërë jetën kësaj. Do thotë kjo bëhet vetëm për ta edukuar atë, dhe nuk bëhet në asnjë moment për ta nënçmuar, për ta nënvlerësuar atë. Për arsye se me gjitha këto nuk synohet, këta nuk janë hapa për t'u larguar, por janë hapa për t'u afruar. Do thotë qëllimi me këto nuk është që të largohen, që të ndahen ndërmjet tyre, por janë që gjejnë një rrugë, që gjejnë një mënyrë, që gjejnë një alternativë se si të afrohen njëri me tjetrin. E pastaj, nëse edhe kjo nuk vlen, atëherë Islami ka lejuar atë rrahjen e lehtë. Ajo që në këtë rast do të thotë nuk është dhunë. Nuk është dhunë. Pse nuk është dhunë? Për arsye se janë ndaluar gjitha format e vrasjda. Do thotë nuk nënkupton se nëse Islami ka lejuar që gruaja të rrihet, po them thojza, se nuk e ka lejuar, kjo ka një kuptim, siç do ta shohim, atëherë ka ndaluar, do të thotë që gruaja të dëmtohet, që gruaja se them të shëmtohet, do thotë që të rrihet në fytyrë ose të rrihet vrazhd, që pastaj do ta shëmtonte në fytyrën e saj. Ka ndaluar që kjo, do të thotë, kjo rrahje, kjo formë e edukimit të jetë në prezencën e familjarëve, patjetër kjo duhet të jetë e izoluar, të jetë vetëm në dhomë, do të thotë, ku ata në dhomën e fjetjes, ku ata do të thotë nuk mund të sheh askush, dhe për asnjë moment nuk guxon që kjo do të thotë të jetë të ketë simptoma dhune. Do të nuk guxon që të kaloj nga kjo masë edukative në dhunë. Mu për këtë qëllim do të thotë Islami e ka toleruar, e ka lejuar edhe këtë, e ka miratuar edhe këtë normë edukative, mirë po nëse edhe kjo nuk funksionon, nëse edhe kjo nuk jep efektet e dëshiruara, atëherë çështja kalon do të thotë prej këtij niveli individual, prej këtij niveli ndërmjet burrit dhe gruas, kalon në instanca familjare, siç thot Allah Azza wa Jall, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, e atëherë jo për të gjetur zgjidhje, për të munduar për të pajtuar burrin dhe gruan, duhet që të gjeni një burr të mençur prej familjes së burrit dhe një burr të mençur prej familjes së gruas, që ata të negociojnë, ata të mundohen të gjejnë një zgjidhje për t'i bashkuar gjithsesi burrin dhe gruan. Atëherë hoxh, para se të vazhdojmë ne që të elaborojmë edhe më tek këtë temë, do të preferoj që të bënim një pauzë nëse ju pajtoni. Patjetër. Shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni me ne sepse kthehemi pas pak. Miq të nderuar, ja ku jemi sërish në studio të emisionit Zëri i Arsyes dhe po flasim për ditën ndërkombëtare kundër dhunës ndaj gruas me të ftuarin ton Hoxh Sedat Islami. Hoxh nderuar, nga gjithë ajo që tham para pauzës, ne kuptojmë se ka gra të rebeluara, të cilët ndonjëherë te kalojnë kufit në jetën e tyre. Më konkretisht për çfarë kufit bëhet fjalë këtu? Po, para se të japim përgjigjen për këtë, do doja që të mos krijohen keq kuptime apo keq interpretime të këtyre fjalëve tona, për arsye se Islami nuk është një fe e cila këto këshilla apo këto kritika
i adreson vetëm në adresë të gruas. Këto që të gjitha do të thotë vlen edhe për mashkullin. Për arsye se ka raste kur do të thotë edukimi duhet bëhet, sidomos tash që do të thotë për temën për cilën ne po flasim, edukimi duhet të jetë edhe tek mashkulli, tek burri, për arsye se në raste të caktuara ata mund të jenë vetë burimi i padrejtësive, mund të jenë vetë burimi i këtyre zënkave, i këtyre mosmarrveshjeve, por besoj se këto me lenin Allah do t'i diskutojmë ndoshta edhe pak më vonë, ndërsa për të kthyer tek përgjigja, tek pyetja që ju fakt bët, natyrisht Islami, siç përmenda pak më parë, jetën bashkëshortore e ka rregulluar me norma, me detyra, me obligime të ndërsjella dhe reciproke ndërmjet bashkëshortëve. Walahunna mithlu alladhi alayhinna. Allahu azza wa jalla duke përmendur gratë, bashkëshortët thotë se ato kanë të drejta, sikurse që kanë edhe obligime. Dhe prej këtyre obligimeve është që gruaja patjetër të tregoj respekt për burrin e saj. Do thotë se theme ne në Islam kemi një koncept, kemi bot kuptime caktuara për jetën bashkëshortore. E dim se ai i cili është i obliguar me shpenzime, ai i cili është i obliguar për të mbajtur familjen, atij i cilit i ngarkohet barra e zhvillimit të jetës bashkëshortore në kuptimin e anës materiale, është burri, po. Dhe më për këtë qëllim, ai se them është ka një presion, ka një trysni, ka një ngarkesë se si ti sigurohet gjitha këto të mira. Dhe përderisa gruaja menaxhon me shtëpinë, përderisa gruaja menaxhon me ato të cilat burri sjell, atëherë duhet ta kemi të qartë se ekziston një dallim, do thotë. I pari, burri ka obligime më të mëdha, më të shumta, ka një ngarkesë më të madhe dhe më për këtë qëllim Islami porosit gruan, që ajo tregojë një respekt, që ajo tregoj një dashuri, që ajo tregoj një sinqeritet në raport me burrin e saj. Do thotë kjo është baza, kjo është parimi. E nëse ndodh që gruaja, siç e përshkruam edhe në Kur'an, te I kaloj ato normat e lejuara, do thotë në raste të caktuara, gruaja mund të reagoj, mund të reflektoj ndoshta pa dëgjueshmëri, po e cila nuk është shumë e madhe. Kjo është normale, zgjidhet lehtë, për arsye se është çështje momenti, është çështje do të thotë reagimi. Mirë, po nëse ndodh që gruaja të mos e respektoj burrin e saj, që të veproj pa lejen e tij, që në shtëpinë, në pasurinë e burrit të tij të bëj gjëra të cilat ai nuk ka dëshirë, për shembull, të pranojë njerëz të cilët burri nuk I do, apo ta keq përdor pasurinë e tij, ti keq përdor të ardhurat e tij, atëherë këto janë do të thotë disa prej atyre imazheve të cilat nënkuptojnë se ajo ka dalë jashtë një normale. Sikur që e tillë do të thotë konsiderohet kur edhe gruaja refuzon që të shkojë në shtrat me burrin e saj, për arsye se kjo është një prej drejtave ndoshta më të theksuara në raport me njëri tjetrin. Para asnjë moment gruaja nuk ka drejtë që burrin e saj ta privoj nga kjo, nga se kontrata e tyre kurora, lidhja që kanë bërë, parashe patjetër edhe këtë. Si përgjithësim mund të themi se gruaja mund të shfaq rebelizëm, mund të shfaq padëgjueshmëri, në rast se ajo do të thotë nuk e dëgjon burrin e saj, vepron në shtëpinë e tij ato gjëra që ai nuk I do, vepron me pasurinë e tij gjëra të cilat ai nuk e ka urdhëruar, nuk e ka autorizuar për to, pranon në shtëpinë e tij njerëz të cilët ai nuk I do, si dhe e privon burrin nga e drejta që të jetë me të nështrat. Ky detaj desha të ndalem edhe unë, kur burri kërkon nga gruaja që ta respektojë atë, ose thjesht që të dy të përshtaten principeve të njëri tjetrit, a mund të konsiderohet kjo dhunë? Për asnjë moment. Unë edhe më herët dëshiroja që
konceptin për dhunën ta zbërthejmë në detaje, për arsye se nuk është një gjë e cila mund thuhet dhuna është ndaluar në përgjithësi, por ka gjëra që dikush nga një këndvështrim mund t'i perceptoj si dhunë, por që në fakt nuk janë të tilla. Nëse jeta bashkëshortore nuk mund, ne thamë edhe më herët, është bazë, është parim se jeta bashkëshortore ndërtohet mbi dashurinë dhe respektin. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, dhe ndërmjet jush të Allahu kemi krijuar mawadda, e cila është një dashuri e përzier me mëshirë. Do thot një dashuri reciproke, një dashuri ndërsjell, edhe mëshirë. Do thot këto janë bazat. Dhe ne nëse ndalemi në gjeneratat e para në historinë e artit islame, do të vrejmë shembuj se si burri dhe gruaja kanë tejkaluar pozitivisht, kanë diskriminuar njëri tjetrin pozitivisht në kuptim të asaj që ndoshta edhe ato gjërat për të cilat feja ose jeta bashkëshortore nuk i ka obliguar, ata vetëm për të kaluar njëri me tjetrin, një jetë të mirë, një jetë të qetë, ata i kanë punuar edhe ato gjëra. Për shembull, gruaja nuk është e obliguar që të punojë për të siguruar furnizimin e familjes. Gruaja nuk është e obliguar që, si theme, nëse shkojmë në ato parimet rigoroze islame, nuk është madje as e obliguar që ti shërbej burrit të saj në kuptimin e asaj që të përgatisë ushqimet e gjëra të tjera. Por për të krijuar një jetë të lumtur bashkëshortore, një jetë ku nuk njëri tjetrin nuk do ta konsideronin si zyrtar apo që policia do duhet të rregullonte raportet ndërmjet tyre, ata kanë pranuar që t'i bëjnë edhe ato punë, edhe ato gjëra, vetëm për ta ruajtur jetën bashkëshortore. Për shembull, transmetohet se Esma ishte ajo e cila ndihmonte burrin e saj edhe në punët e fushës, ishte ajo e cila përgatiste ushqimin, e pastaj shtëpia edhe ara ku punonte burri i saj kishin një distancë bukur të madhe. Ishte ajo e cila do të thotë përshkruante këtë distancë për t'ia dërguar burrit të saj ushqimin, vetëm që jeta bashkëshortore, jeta në mes tyre thjesht ishte një jetë e ndërtuar mbi këto parime, një jetë e cila i bën ata më të lidhur, një jetë e cila gjeneron ose përçon mesazhe lumturie, mesazhe mirësie, mesazhe mirëkuptimi ndërmjet tyre. Jo, pra e ndaloni rreptësisht, pra tërësisht e ndaloni dhunën ndaj gruas në rastet, pra në problematika të thjeshta, por si do të zgjidheshin këto në mënyrë më të lehtë? Po. Koncepti islam mbi gruan dhe jo vetëm mbi gruan, por mbi gjithë njerëzit është i ndërtuar mbi respektin. Walaqad karramna bani Adam, Allahu ka thënë, dhe ne kemi nderuar bijtë Ademit. Bijtë Ademit konsiderohen njerëzit. Do të thotë konsiderohen gjinia njerëzore me mashkullin dhe femrën. Do të thotë që në start gjitha krijesat janë të nderuara. Që të gjitha, do të thotë njerëzit, mashkullin dhe femrën, Allahu xhallahu ala i ka nderuar dhe i ka graduar mbi krijesat tjera. Që do të thotë se burri dhe gruaja, që dy kanë një nder, që dy kanë një prestigj, kanë një privilegj. Për arsye se janë krijesa të Zotit, dhe që dy duhet trajtohen me nder, duhet trajtohen me fisnikëri, duhet trajtohen me mirësjellje. Por Islami si fe ka ligjësuar, ka sjellë edhe anën ligjore, ka aprovuar, do të thotë, në jetën e njerëzve edhe këtë element shumë të rëndësishëm shoqëror, për arsye se njeriu përderisa siç është përshkruar, është shoqëror nga vetë natyra e tij, do të thotë që njeriu ka nevojë për norma, njeriu ka nevojë për rregulla, të cilat rregullojnë jetën e tij. Dhe në këtë kontekst, Islami ka sjell edhe rregulla, edhe norma, edhe për jetën bashkëshortore, edhe për mashkullin dhe femrën. Dhe ne veç përmendëm disa prej këtyre gjërave më parë, se si Islami, do të thotë, është munduar, është orvatur që to probleme ndërmjet burrit dhe gruas, ndërmjet bashkëshortit dhe bashkëshortes, të eliminoj. Përmendëm, thotë, aspektin e vetëdijsimit, se burri dhe gruaja janë të lidhur njëri me tjetrin
me një kontratë prej Allahut xhallahu ala, do të thotë kurora është obligim i domosdoshëm. Pastaj përmendëm se si ata do të thotë në rast se mund të shfaqin ndonjëherë ndonjë se theme pakënaqësi me njëri tjetrin, apo mund të shihet se jeta e tyre ka disa problema, ka disa barriera të cilat nuk mund t'i tejkalojnë ata vet, atëherë duhet që të intervenoj, të ndërhyjë edhe pala e tretë, në këtë rast që ishte familjar të mashkullit dhe familjar të femrës, por ajo që neve na intereson është se mbi të gjitha Islami ndalon dhunën ndaj gruas. Islami as edhe për një çast nuk lejon, nuk miraton, nuk aprovon asnjë gjë e cila mund të tingëlloj si dhunë ndaj gruas. Ajo që ne përmendëm më herët, pavarësisht asaj se të tjerët na përkrahin apo jo, do të thotë ato masat, ato etapat e edukimit nuk janë dhunë, nuk janë dhunë. Ato në fakt siç përmendëm më herët, janë vënë jo për të ndarë, ato janë një rrugë jo për të ndarë rrugët e tyre, po për t'i quar tek caku, do të thotë për t'i dërguar tek rilidhja e tyre. Kështu Islami ndalon dhunën në përgjithësi ndaj femrës. Përmendëm ajetin kuranor të cilin Allahu xhallahu ala ka thënë se ka ndaluar, do të thotë ka përshkruar ata të cilët i kanë varrosur vajzat për së gjalli. Pastaj ajo që ndoshta ja vlen këtë rast edhe të zgjerohemi pak në të, është se Islami është munduar që këtë shikimin e vrazhd ose këndvështrimin kritik ndaj gruas ta largoj jo vetëm për problemet aktuale, për problemet bashkëkohore, por edhe për ato problemet shekullore që kanë qenë ndoshta që nga zanafilla. Ju e dini fare mirë se femra në të kaluarën për shkak të disa doktrinave të gabuara të feve është konsideruar si një krijesë të shumtën rasteve e përbuzur, e nënçmuar, e nënvlerësuar, madje i është përshkruar asaj ai mëkati kryesor, mëkat për të cilit njerëzimi vuajnë, ndërsa Islami në këtë rast ka bërë një përmirësim. Nuk ka fajsuar gruan për atë mëkat, por ka fajsuar që dy, edhe Ademin, edhe Havën, dhe madje për të dytë Allahu xhallahu ala përshkruan në Kur'an edhe pendimin e tyre. Qala rabbana zalamna anfusana. Ata që të dy në dysi, ka ardhur thotë kjo fjalë kuranore, ata të dy thanë, o Zot, ne i kemi bërë vetes son padrejtësi. Do thotë që dy kanë bërë mëkatin, që dy kanë kërkuar faljen, edhe që dyve Allahu u ka pranuar faljen. Pastaj në vazhdimsi, Islami gruan si themi, nuk i bën padrejtësi, nuk e privon as nga ato gjërat cilat janë do të thotë janë domosdoshme për jetën e saj. Për shembull, Islami ka dhënë drejt gruas patjetër që të posëdoj pasuri, gjë të cilën gruaja deri vonë nuk e ka patur në shoqëritë evropiane dhe shoqëritë perëndimore. Gruaja ka drejtën e mehrit. Edhe këto nëse më lejoni do doja të ndalem, për arsye se fatkeqësisht në popullin ton ndonjëherë mund të hasim në disa praktika, mund të hasim në disa veprime, në disa tradita, të cilat mund të përshkruhen ndoshta si islame, por që në fakt ato bin ndesh me Islamin. Islami lufton ato. Dhurata martesore nuk është çmim me të cilin shitet gruaja, larg asaj. Dhurata martesore ose mehri siç ne e njohim në gjuhën fetare është një drejt ekskluzive e gruas, në cilën nuk ka pjesë as burri, as fëmijët, as prindrit. Vetëm gruaja ka të drejtë në të dhe ka drejt të menaxhoj me të ashtu siç ajo dëshiron. Do thotë askush nuk mund t'i përzihet në këtë drejt. Askush nuk mund ta privojë atë nga të qenit pronare, nga të qenit afariste. Askush nuk mund ta privojë atë që ta zhvilloj pasurinë e saj,
që të punoj me pasurinë e saj. Pastaj Isami ja ka njohur edhe drejtën e arsimimit, urdhri për të mësuar, urdhri për të edukuar, nuk është i veçantë vetëm për burrat, nuk është ekskluziv vetëm për burrat, por është për të gjithë njerëzit, sidomos nëse kemi parasysh se nëna, do të thotë gruaja me funksionin e saj si nën, është edukuese e njerëzimit, edukuese e gjeneratave, atëherë patjetër se ajo duhet që të jetë edukuar. Dhe për fund do të thotë në këtë çështje, Islami po kështu ka treguar se përderisa burri dhe gruaja janë të barabartë, do të thotë që dy janë të obliguar me detyra, atëherë që dy do të shpërblehen, ose në rast se i kanë kryer detyrat e tyre, ose do të dënshkohen varësisht nga anashkalimi i përgjegjësisë të cilën e kanë. Allahu nuk ja humb mundin asnjërit prej jush, mashkull apo femër qoftë, thot Allahu i madhruar. Hoxha nderuar, a mund të shkilen ndonjëherë të drejtat e burrave në emër të drejtave të grave? Po, ky mbase mund të jetë një keq kuptim, një keq interpretim i atyre obligimeve dhe atyre drejtave që bashkëshortët kanë në jetën e tyre. Fatkeqësisht ndonjëherë, duke u thirrur në drejta të cilat nuk ekzistojnë fare, gratë mund të dëmtojnë edhe burrat e tyre. Ne thamë edhe më parë, për të kaluar një jetë bashkëshortore të lumtur, patjetër se elementi mëshirë, elementi respekt duhet të jenë prezente. Ndryshe, nëse vetëm thirrën në të drejta, të jeni të bindur se kur nuk do të ketë jetë të lumtur. Dhe nga këto Islami porosit gruan që ajo në fakt të mos rëndoj burrin e saj. Ajo të ketë një sjellje, ajo të ketë një butësi, një mëshirë ndaj bashkëshortit të saj, që ta respektojë atë, t'ia ruajë nderin, t'ia ruajë familjen, t'ia ruajë pasurinë dhe të mos kërkojë drejta që në fakt edhe nuk mund t'i ketë ato, për arsye se kësaj duke kërkuar drejtat, duke kërkuar ato që ajo mund t'i quajë ideale, mund të humb këtë mirën të madhe, mund ta humb do të thotë jetën bashkëshortore dhe kjo është fatkeqësisht evidente edhe në mesin e shoqërisë sonë, sot në emër të drejtave të grave, hasim në media se bashkëshortët burgosen, e më pastaj, siç kemi parë, do të thotë në disa raporte, është vërtetuar se nuk kanë qenë fare drejta të grave, por se janë egzageruar apo edhe janë keq interpretuar. Kjo desha ndalim se a mund të themi që ndonjëherë si gruaja ashtu edhe burri duhet të sakrifikojnë ndonjëherë të drejtat e tyre në mënyrë që të ruajnë vazhdimsinë e një jete më të mirë. Pikërisht është kjo ajo që ne po mundohemi ta themi. Burri dhe gruaja për të kaluar një jetë të lumtur, gjithsesi se duhet të largohen nga kjo ana parimore detyrimisht, në kuptimin e asaj që jo çdo gjë ta drejtojnë vetëm me parim, por në mesin e tyre të ketë mëshirë, të ketë butësi, për arsye se siç thamë edhe më parë, Muhamedi alayhi salatu wassalam si njeriu absolutisht më i edukuar, si bashkëshorti, prindi definitivisht më i miri, si shëmbëltyr në këtë drejtim, ka parapëlqyer që jetën bashkëshortore ta zhvilloj në këto parime. Madje ajo thënia që ne cituam edhe më parë, se khairukum li ahlihi khairukum li ahli, më i miri për jush është ai që është më i miri për familjen e tij, ka shërbyer si moto, si një lloj parole në mesin e muslimanëve për të kaluar jetën e tyre bashkëshortore. Sigurisht burri dhe gruaja përderisa nuk sakrifikojnë me disa drejta të tyre, ose përderisa nuk ndijnë mëshirë ndaj njëri tjetrit, nuk do të kenë jetë të lumtur, do të kenë probleme në vazhdimsi, do të kenë zënka, të cilat mbase mund të përfundojnë edhe me shkurëzim. Hoxha, para se të përfundojmë bisedën për këtë temë, të bisedojmë për këtë temë ka shumë, mirë po çdo herë e të tilla janë emisione që kanë do të thotë minutazhin e limituar.
Sipas disa statistikave, ndalemi në Kosovë dhe thonë që numri jo i vogël i grave janë të dhunuara. Ju si hoxhallar, sa kontribuoni, sa këshilloni të paktën xhamatin tuaj që të sillen mirë ndaj grave të tyre, apo a keni rastet kur paraqiten tek ju dhe kërkojnë ndërmjetësimin tuaj? Po, padyshim misioni jon është i fokusuar në zgjidhjen e problemeve të njerëzve. Islami ka ardhur si një fe e cila mundohet që jetën shoqërore ta ndërtoj mbi bazat mirëkuptimit, mbi bazat të reciprocitetit, në kuptimin e asaj se njerëzit për të kaluar një jetë lumtur duhet ta nderojnë njëri tjetrin. Dhe ne në vazhdimsi si përgjegjës për edukimin e njerëzve, ose se njerëz cilëve na është ngarkuar kjo barë për të kumtuar fjalën e Zotit, për të çuar në vend amanetin me të cilën i madh Allah na ka obliguar, mundohemi në vazhdimsi që spari të largojmë ato botkuptimet e gabuara të cilat i adresohen Islamit. Islami tek ne është shumë qendrore, shumë e rëndësishme që njerëzit t'ju bëjnë me dije se Islami nuk është një fe e dhunës, nuk është një fe e kanxhikut, nuk është një fe e shpatës, por është një fe e mëshirës, një fe e cila dhunën, obligimet, imponimet në asnjë çast nuk i preferon. Pastaj normal duke patur parasysh këtë metodologjinë kuranore, duke patur parasysh këtë metodologjinë profetike, mundohemi që ato zënkat, ato problemet që ekzistojnë në mesin e njerëzve, t'i zgjedhim më të mirë, t'i zgjedhim në forma të cilat Allahu dhe i dërguari i tij na kanë mësuar, dhe normal se jemi në kontakt shumë me njerëz, njerëzit shumë kërkojnë ndihmën tonë, për arsye se tek e fundit këtu gjejnë atë vërtetën e cila nuk anon absolutisht ka e padrejti apo ka forca, por anon vetëm ka drejtësia, anon ka e mira. Hoxhë, faleminderit që ishit në emisionin tonë. Kënaqësia ishte ime, ju falenderoj edhe juve për ftesën që më keni bërë. Shikues të nderuar, ishte ky Sadat i Islamit me cilin trajtuam temën lidhur me ditën ndërkombëtare kundër dhunës ndaj gruas. Shpresojmë që kjo datë pra 25 nëntori nuk do të jetë si datë vetme në cilën do të trajtohet pra kjo temë, por shpresojmë që çdo ditë do të jemi të kujdesshëm ndaj grave, ndaj nënave, ndaj femrave në përgjithësi. Me shpresë se mbetet të kënaqur me trajtimin e kësaj teme, unë ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selam aleikum.